i kemi edhe 4 javë përpara për fillimin e seancës konstituive për ta zgjedhur kryetarin apo kryetaren e Kuvendit të Republikës, kryesin e Kuvendit të Republikës, e më pastaj edhe për qeveri në mandat të ri dhe për president apo presidente në mandat të ri. Kemi diskutuar për të gjitha këto, pra nuk ka temë të cilën nuk e diskutojmë, por ende nuk kemi ndonjë konkluzion apo ndonjë të arritur të cilën do të mund të ndonim me juve së bashku këtu. Unë jam optimist për rrugën përpara, jam me shpresë që racionaliteti i cili po mbizotron do të vazhdoj të ekzistoj në këto takime, prandaj edhe po theksoj që është takimi i parë me që do të ketë takime të tjera. Në njërën anë diskutojmë koncepte e parime dhe në anën tjetër gjithashtu edhe orare dhe funksione, prandaj është një ndërmarrje e madhe e gjerë, e cila kërkon besim e mirëbesim dhe e cila kërkon kohë për realizim. Ne do të jemi transparent karshi juve sa i përket procesit në cilën ndodhemi, por njëkohësisht e kemi edhe konfidencialitetin e këtyre bisedave të cilat duhet të rezultojnë me të arritura konkrete në mënyrë që të kemi se çfarë të bëjmë publike. Kemi diskutuar edhe për qeverin, edhe për kuvendin, kemi diskutuar edhe për presidentin, për shkak se tash po koincidojnë në të njëjtën kohë, por po e ritheksoj edhe një herë që fokusi ynë kanë qenë më shumë zhvillimet aktuale politike, orari i konstituimit të institucioneve dhe zhvillimet të cilet po ndodhin në Kosovë, në dritën e këtij rezultati që kemi pasur. Ne jemi të interesuar për marrëveshje, jemi të interesuar që mos kemi sërish zgjedhje, e kemi thënë edhe më herët që mbajtja e zgjedhjeve është veç se rimbajtje e zgjedhjeve që çon parafërsisht ripërsëritje të rezultatit. Andaj synimi ynë i përbashkët është që ti evitojmë zgjedhjet e reja. Ekziston një gatishmëri e interesim e vullnet për këtë gjë, por natyrisht ky është vetëm se kushti i domosdoshëm, por jo dhe i mjaftueshëm për të thënë që kemi kurorzuar me sukses. Marrëveshja që e synojmë ne, natyrisht që është marrëveshje politike, sepse ne jemi subjekte politike, dhe marrëveshjen politike ne e shohim si suplement funksional të vullnetit të popullit përkatësisht të rezultatit të zgjedhjeve. Ne besojmë që fryma dhe germa e kushtetutës është për president që është shprehje e unitetit të popullit dhe që në këtë kuptim duhet të jetë konsensual, sepse jemi të interesuar që gjithashtu ta kemi numrin maksimal të mundshëm të deputetëve që do të qëndrojnë në sallë, sepse ju e keni parasysh. Ne mund të zgjedhim ndonjë emër të përveçëm, e kishim së fundmi Glaukë Njufcën, më pastaj edhe doktoreshën Feride Rushiti, por numri 80, që është minimumi, është vështirë i arritshëm, prandaj përqendrimi ynë nuk ka qenë tash për emrat e përveçëm për president, po për koncepte për parime, për vizionin përpara në njërin anë, dhe në anën tjetër a thua se çfarë duhet të bëjmë strategjikisht që ta maksimizojmë numrin e deputetëve të cilët duhet t'i kalojnë ose së paku të jenë 2/3 në ditën vendimtare kur do të vijë çështja e presidentit, përkatësisht zgjedhjes së presidentit në radhë. Nuk na kanë ngelur vetëm edhe 2 ditë, le të themi, deri tek skadimi i afatit kur duhet të thirret seanca për konstituimin e kuvendit. Në fakt, kanë kaluar vetëm 2 ditë nga certifikimi i rezultateve. I kemi edhe 4 javë përpara, prandaj unë besoj që është tepër herët për të folur për çfarëdo suksesi apo dështimi. Por ajo çfarë duhet mirë pritur është fakti që po takohemi, kemi arritur të takohemi me PDK-n, kemi arritur të takohemi me LDK-n, nuk kemi arritur të takohemi vetëm me AK-n. Nëse ka dështim,
është mos takimi me AK-n. Përndryshe sa i përket marrëveshjeve dhe konstituimit të institucioneve, është tepër herët të flitet qoftë për sukses apo për dështim.